Po kërkoja një Evo E-Class të vitit 2008 në internet, në faqet shqiptare kryesisht, dhe në gamën e shumë makinave zgjodha njërën prej tyre, që mu duk më e përshtatshme edhe çmimi ishte më i favorshëm. E mora të zotin në telefon, e pyeta përsa i përket gjendjes së makinës dhe kilometrave, ai zinte BFE se makina i kishte kilometrat origjinale. Por në fakt, përpara se të shkoj të shoh makinën, i kërkova numrin e shasis dhe e vendosa në Auto Tracer. Çfarë zbulova? Në vitin 2011 makina kishte patur 43.000 kilometra dhe deri në vitin 2014 makina kishte shkuar 307.000 kilometra. Atë gjatë asaj kohe i ishin ulur për herë të parë kilometrat dhe i kishin çuar 282.000 kilometra. Nuk e di arsyen pse, sepse janë ulur rreth 30.000 kilometra dhe nuk e di pse mund t'i ulësh një makinë vetëm 30.000 kilometra, por ajo që ishte më interesante ishte se në vitin 2015 makina kishte shkuar 380.000 kilometra dhe në 2016 89.000 kilometra. Një vit më vonë, makina përsëri shënonte 432.000 kilometra. 2 herë kilometra të ulura dhe qërshia mbi tort. Sot makina në Shqipëri gjendet me 240.000 kilometra. Nuk më merrem këtu fare me numrin e aksidenteve që kishte kaluar, por vetëm me kilometrat. Ndaj, mos bli makinë pa kontrollu historinë në autotracer.com.